Për herë të parë kam kënaqësinë që në Inspire të kem të ftuar një mjeke nefrologe. Veshka kë ka si organ alat dhe kë ka armik. Veshka ka një alat e saj shumë të mirë zemrën, ndërsa armiq ka shumë veshka. Është dhe një shprehje tjetër ime e preferuar që thotë si veshka në mes të dhjame që se kam kuptuar asnjëherë dhe dua ta interpretoj pak me juve sot. Si vetëm rast në organizmin ton ku pikërisht veshja i siguron mbrojtje dhe amortizim dhe siguri në rastin e aksidenteve, traumave të ndryshme. Po në raport me ilaçet, të gjithë këto preparate që quhen preparatet e dhimbjes, përfshir okin, ibuprofenin, aulinën, voltarenin, janë një familje shumë e madhe, nuk duhet të merren në farmaci pa përshkrimin e mjekut, sepse ato dëmtojnë rëndveshkën, ato në mënyrë të heshtur rrisin presionin arterial dhe mund të arrijnë deri në dëmtim akut të funksionit të veshkës. Suplementet ndërkohë që marrim në palestër, përgjatë përdorimit të këtyre dietave keto apo me nivel të shtuar të proteinave, duhet të kontrolloni veshkën tuaj. Cilat janë shenjat e zakonshme që ne ja anashkalojmë por që mund të lidhen me veshkat kur bëhet fjalë për sinjalet e organizmit? Një dhimbje koke e pa shkak, një enjtje e këmbëve dhe akuzojmë qëndrimin gjatë në këmbë, një dhimbje mesi që akuzojmë që dhe mendojmë që mund të jetë një reumatizëm. Cila është gjëja më e keq kuptuar e dializës që ti do doje që shoqëria ta normalizonte? Pacientët në dializë kanë një dhuratë që është një veshk artificiale. Dializa është baza, është shumë e rëndësishme në shpëtimin e jetës së këtyre individëve. Sa vite ka jetuar një pacient i smur nëpërmjet dializës? Mbi 20 vjet. Klinika Premium. Klinika private që keni ndërtuar bashkë me bashkëshortin tuaj, një klinik model në kryeqytet ku unë vi dhe bëj rregullisht analizat. Stafi im gjithashtu. Premium Clinic është konceptuar si një model i një poliklinike i cili ofron shërbime për të gjithë në çdo lloj aspekti. Nëse veshka do shkruanin një letër për pronarin e tyre, cila do të ishte fjalia e parë e kësaj letre? Fjalia do ishte vetëm me 3 pjesë: mos ha krip, pisa si ujë dhe mos mbani urinën.